humbur kohë, vazhdojmë me përgatitjen. Për pjesën e poshtme të ëmbëlsirës, e cila është si bazë, pa pjekje dhe me biskota, unë kam zgjedhur sot që të përdor nga këto biskotat integrale, cilat janë me çokoladë, pasi më pëlqen shumë shija dhe aroma, dhe janë edhe pak më të shëndetshme këto. Në total 300 gram biskota nga këto do t'i shtojmë në blender dhe do t'i bluajmë. Kjo është paketimi cilin unë pa përdor. Si bluajmë biskotat, i shtojmë në njën më të madhe dhe vazhdojmë tani që këtu të shtojmë 120 gram gjalp të shkrirë. Për të mbajtur biskotat më të buta dhe për ta bërë më të shkrift pjesën e poshtme, do të shtojmë edhe 100 ml me qumësht. Përziejmë mirë tani, derisa të lidhen gjitha produktet dhe të bëhen bashkë. Nëse vrini që masa po ju bëhet më e lëngshme, shtoni edhe pak biskota, sepse disa lloje të biskotave din ta tërheqin më shumë lagështin, pra kanë mbetur pak të holla. Kam shtuar dikun edhe 50 gram biskota për ta bërë tani masën tamam të fortë. Pra bëni kujdes. Tani masën që e përgatitëm, vazhdojmë dhe e shtojmë në një tepsi në formë katrore. Kjo tani do të shtrëngohet pak duke u ftofur, pra margarina gjalpi duke u ftofur shtrëngohet dhe e bën tamam të trosh pjesën poshtë. Me ndihmën e një luke e shtypim dhe e përhapim në mënyrë të barabartë mbi sipërfaqen. Vazhdojmë tani që të gatuajmë krimin. Në një tenxhere pak më të madhe dhe më të thellë, do të shtojmë 600 ml me qumësht. Vazhdojmë që të shtojmë sheqer. Unë sheqer do të shtoj vetëm 3 lugë gjille, por ju mund të përshtatni sheqerin sipas shijeve të juaja. Tani na duhen 2 pako puding me aromë të çokoladës. Vazhdojmë tani që ta ziejmë në zjarr mesatar derisa kremi të fiton trashësinë e dëshiruar. Tani që pudingu ka fituar trashësinë e dëshiruar, ndalojmë zjarrin dhe e largojmë anësh. Tek pudingu vali nxehtë do të shtojmë 75 gram gjalp. Mund përdorni edhe margarinë dhe vazhdojmë përziejmë nga nxehtësia e kremit. Gjalpi ose margarinën nëse e përdorni do të shkrihet shpejt. Përziejmë derisa të shkrihet tërësisht. Tani tek kremi vazhdojmë dhe shtojmë 150 gram biskota të bluara. Vazhdojmë tani përzijmë mirë derisa e gjithë masa të bëhet bashkë dhe të fitohet një masë mirë homogjene. Kjo është një super ëmbëlsirë për adhuruesit e shijes së çokoladës, është një perfeksion në vete. I sugjeroj që ta provoni, qoftë për festa, qoftë për të shijuar bashkë me familjen e juaj, është receta ideale. Pasi përziejmë mirë tani kremin e kemi gati, vazhdojmë dhe shtojmë tek pjesa me biskota që përgatitëm më herët. E lëmojmë mirë që të sigurohemi që kremi të shpërndahet në mënyrë të barabartë në të gjitha anët. Ne vazhdojmë që ta përgatisim pjesën që do ta lyejmë sipër ose ganazhin. Do të përdorim 100 gram çokoladë dhe unë zakonisht zgjedh që të përdor çokoladë qumshti. Asnjëherë për ëmbëlsira nuk përdor ato çokolada përgatim, sepse nuk ja japin atë shijen e mirë ëmbëlsirave. Ta shkrir çokoladën do të përdorim 100 ml krem pana për ëmbëlsira. Vazhdojmë tani që ta shkrim në zjarr mesatar. Dhe tani tër ëmbëlsirën e mbulojmë me çokoladën e shkrirë. Përhapim me lugë.
Dhe pasi është ftofur për disa orë, ëmbëlsira në frigorifer, tani është e gatshme edhe për ta shërbyer. Dekorimin sipër mund ta bëni gjithmonë sipas shijeve të juaja. Tani vazhdojmë që ta ndajmë në pjesë më të vogla ëmbëlsirën dhe ta shijojmë.